Luizeli futet të shtunën në Big Brother VIP Albania? Po, e vërtet. Këngëtari Luizeli, fituesi absolut dhe ikonik i formatit Big Brother VIP, në një konferencë për media të martë në Prishtinë, trazoi ujërat dhe nxiti dyshime të forta për atë që po vjen. Ajo shpreh me rezerva se shumë shpejt mund të ketë të reja rreth tij dhe formateve reality, duke lënë të hapur mundësinë e një angazhimi pas themeve që po qarkullojnë prej disa ditësh për formatin Ferma VIP. Ai kërkoi që fansat të presin vetëm edhe pak ditë. Por, pra pasaj deklaratit diplomatike fshihet një vërtet ekskluzive, të cilën patjetër që Priveba Libertas Spahiu e zbulon e para, si lajm të konfirmuar. Burimet të sigurta për produksionin kanë bërë të ditur se ai do të futet me një mision special këtë të shtunë në formatin që e bëri fenomen. Për më tepër, qëndrimi i Luizit thuhet se nuk do jetë vizitë e shkurtër, por do të zgjasë disa ditë. Veprim ky që pa diskutim do e trazoj shtëpinë brenda dhe do e gozhdoj audiencën jashtë. Rifutja e tij strategjike në shtëpi vjen në kontekstin kur Luizi me datë 12 shkurt ka premierën e madhe të filmit me Kiarën, Loja e fundit. Mbetet të shihet se si do ndikojë në dinamikat e shtëpisë kjo lëvizje shpërthyese, mirë po është e sigurt që nostalgjia fansave që ndoqën kur ai fitoi sezonin e dytë do jetë më e fortë se kurrë më parë. Influenceria Ejona Bleceri e dashura e Beskallakut? E pa vërtet. Që Beskallaku është në një lidhje të re dashurie, kjo gjë tashmë dihet dhe pranohet prej kohësh në rrjetet e ngushta. Ai po reflekton hapur lumturinë dhe rigjetjen e vetës nga ky raport, duke dhënë sinjalin e vazhdimsi edhe në rrjetet sociale. Pak ditë më parë ishte vetë Besi që ndezi rrjetin kur zbuloi tatuazhin me datën e krishtlindjeve dhe emrin Ejona të gdhendur në të. Ky postim u rishpënda me njëherë nga influencerja Ejona Bleceri, duke nxitur dilemat mëdha se ajo është vajza që i ka rrëmbyer zemrën aktorit. Megjithatë, një gjë e tillë nuk është e vërtetë dhe si e tillë është përgënjeshtruar edhe nga vetë ajo. Për Ejonat që ka bota apo Shqipëria, nuk jam unë ajo Ejona, kështu që mua më është bërë shumë qefi që Besi ka gjetur lumturinë edhe e ka gjetur me një vajzë me emrin Ejona si emri im. I bie që është dashja ime dhe unë ju uroj lumturi, por nuk jam unë ajo. Unë vazhdo të jem e dashuruar dhe do jem gjithmonë e dashuruar me Alfon. Ejona, në muajin korrekt të vitit të shkuar, u përball në humbjen tragjike të personit të zemrës dhe në fakt bëhet fjalë vetëm për një ngatresë dashën e saj, e cila tani për tani mbetet misterioze. Hajnat i futën Leonorës në shtëpim. Fatkeqësisht, e vërtet. Këngëtarja e njohur, njerësh opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4, Leonora Jakupi ka përjetuar një situatë mjaft të pakëndshme dhe shokuese disa javë më parë. Burimet të sigurta të Priveba Libertas Spahiu bëjnë të ditur se shtëpia e saj është plagëshkitur nga hajnat, duke shkaktuar jo pak dëme materiale dhe stres. Ngjarja thuhet se ka ndodhur disa javë më parë dhe tashmë rasti po hetohet intensivisht nga organet e rendit për të gjetur autorët. Leonora nuk është e para opinioniste që bie prej hajnave. Të njëjtin fat të keq e pati pasur edhe Avrita Paqarada në sezonin e parë të programit Të shkuara Leonor. Lumbar Saliu në pushime me milionerën austriake? E vërtet. Kushdo që ndjekin me vëmendje fituesin e Big Brother VIP Kosova 2, Lumbar Saliu, së fundmi ka qenë dëshmitari një turi maramendos dhe luksos pushimesh që nisin nga parajsa e largëve të Karajibeve. Edhe pse në çdo postim apostore u kujdes maksimalisht të shfaqej i vetëm, duke tentuar të krijojë idenë që po relaksohet solo, realiteti ishte krejt tjetër dhe detajet nuk i shpëtuan syret të Priveba Libertas Spahiu. Nda një vëzhgim i detajuar i postimeve, ambienteve dhe orareve, është zbuluar se ai po shijonte resortet në shoqërinë e një sipërmarrësit emër i njohur për redaksin. Bjondja, 48 vjeçare, nuk është emri i panjohur në vendin e saj. Ajo gëzon një status të lartë si drejtuese e një rrjeti të fuqishëm biznesesh në Austri, të shtrira në disa sektorë të rëndësishëm dhe vetimprurës, nëse koincidencat e lokacioneve nuk mjaftojnë për të bindur skeptikët taksirat. Priveba Libertas Spahiu ka siguruar provën finale, një foto ku dyshja shihen qartë duke kaluar kohën në shoqërinë e njëri tjetrit gjatë ditëve të relaksit në Karajibe.
Pas këtij turi egzotik, ata nuk janë ndarë, por duket se kanë udhëtuar bashk drejt Amsterdamit. Nuk gjen arsye që mund t'i kenë bërë bashk të dy.